A e di se çfarë është një NAS? Hajde të ta shpjegoj unë sot. Linkstation E1 është një NAS, praktikisht cloud yacht në tavolinë. Siç e shikoni është shumë kompakt, si një kompjuter i vogël, vetëm 22 cm i gjatë, dhe brenda mund të futësh 2 hard diskje SATA plus 2 SSD NVMe, deri në një total prej 76 TB memorie. Ka Wi-Fi, pra nuk je detyruar ta lidhësh me kabel me routerin. Ka gjithashtu dhe HDMI 4K, e lidh direkt me televizorin dhe bet një media center. Dhe punon 24 orë në 24 pa zhurmë. Një USB para për të kaluar materiale të shpejt dhe 2 USB të tjera mbrapa tij. Çdo gjë nga NAS-i aksesoj nëse jam në studio direkt në LAN, dhe nëse jam jashtë në remote nga laptopi ose telefoni direkt me aplikacionin Linkstation. Ka gjithashtu AI të integruar, pra kërkon nëpër fotot të tua me fjalë të caktuara, nëse kërkon plazh, nëse kërkon çantë dhe gjëra të tjera, nuk ka nevojë të etiketosh ti, i bën vet. Por për kë është ky NAS? Nëse do një vend ku të hedhët xhirimet, fotot, backupet dhe ti marrësh të gjitha nga kudo, për këtë çmim është fantastik. Nëse të intereson, ke linku në bio për t'i hedhur një sy produktit.